Më 30 mars, Cineplex u mbush me njerëz të fushave të ndryshme, të cilët ishin mbledhur për të ndjekur premierën solemne të Isha 10 vjeç, një film me regji të Velibor Çović. Të pranishëm ishin zyrtar të lartë shtetëror, diplomat ndërkombëtar, artist dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga Kosova dhe Mali i Zi. Ky eveniment kulturor u mbajt nën patronatin e ambasadorës së vullnetit të mirë, Elvana Shala, e cila me të arritur në skenë i tha disa fjalë. E nderuar kryetare e Kuvendit të Kosovës, Zona Haxhiu, i nderuar ministri i transportit, Gazemović, të nderuar ministrat të qeverisë së Kosovës, Zoti Haxhiu, Demiri dhe Zoti Rashid, Shkëlqësi, ambasador, Mali i Zi, Gjermanisë, Britanisë, Luksemburgut, Kroacisë, Italisë, Belgjikës, Hungarisë, Holandës, Bullgarisë, Finlandës, Slovenisë, Turqisë dhe Greqisë, të dashur zëvendës ambasador, deputet të Kuvendit, shefat të organizatave ndërkombëtare, shefi i Lexit, Zoti Barbano, shefi i Evropës e të tjerë, të nderuar prokuror, përfaqësues të policisë së Kosovës, Provanës, artistë nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi dhe Turqia, përfaqësues të shoqërisë civile, zonja dhe zotëri. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që sonte jemi mbledhur në shërbim një vepër të veçantë artistike. Një vepër që na mëson të reflektojmë mbi një periudhë të ndjeshme të historisë së rajonit tonë. Vitin 1999, një kohë sfiduese që prekur tërësisht jetët e shumë qytetarëve të Kosovës. Filmi Isha 10 vjeç në regjinë e Velibor Çović sjell në vëmendje një aspekt të rëndësishëm të asaj kohe, solidaritetin dhe mbështetjen që ofroi Mali i Zi për mirën fuqjar nga Kosova, duke hapur dyre për më shumë se 100.000 prej tyre, pa dallim feje apo etnie. Ky akt përfaqëson një shembull domethënës të humanizmit dhe përgjegjësisë ndërmjetësore, duke dëshmuar se edhe në kohë sfiduese, vlerat universale si solidariteti, mirëkuptimi dhe bashkëjetesa mund të vizojnë. Filmi trajton përvojat e fëmijëve të zhvendosur, duke sjellë një perspektivë të sinqertë dhe të ndjeshme mbi realitetin e asaj kohe. Përmes këtyre rrëfimeve, ai kontribon në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe forcimin e ndërgjegjës tonë për rëndësinë e paqes dhe stabilitetit, e të bashkëpunimit ndërmjet vendeve dhe popujve tanë. Për mua personalisht, ky film ka një vlerësim të veçantë, pasi përfshin një pjesë të historisë sime personale. Megjithatë, ajo që e bën këtë vepër të rëndësishme nuk është vetëm dimensioni individual, por mesazhi i saj më i gjerë, një mesazh që i kalon kufit dhe i flet drejt për drejt. Vlerave universale njerëzore e mbi të gjitha na vendos përpara një reflektimi ndryshe. Reflektimin e së kaluarës sonë të lartishme, luftën e pastër dhe sakrificën e një populli të tërë për liri dhe pavarësi. Reflektimin mbi të tashmen progresive, të qëndrueshme dhe me vizion të qartë për të ardhmen tonë drejt një shteti të njohur e të pranuar në çdo aspekt në arenën ndërkombëtare. Zonja dhe zotëri, në një kohë kur dialogu, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi rajonal mbetën thelbësor për të ardhmen tonë të përbashkët, iniciativat të tilla kulturore dhe artistike luajnë një rol të rëndësishëm në ndërtimin e urave të komunikimit dhe promovimin e vlerave që na bashkojnë. Pas Elvanës, disa fjalë tha dhe kryetaria e Kuvendit të Kosovës, zonja Albulena Haxhiu. Mirë se keni ardhur në Republikën e Kosovës. E nderuar ambasadori i vullnetit të mirë për Kosovën, zonja Elvana Shala, e nderuar ministrat të kabinetit qeveritar, deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, shkëlqësi, ambasador, miq të Republikës Kosovës, të nderuar përfaqësues nga sistemi gjyqësor, sistemi prokurorial, policia
e Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve tjera në Republikën e Kosovës, organizata të shoqërisë civile, të nderuar pranishëm, por edhe media që po e përcjellni këtë aktivitet. Në traditën tonë, mikpritja nuk është shpjeguar kur me fjalë të mëdha. Ne jemi promosur me idenë se shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Dhe kjo është përcjell brez pas brezi dhe është vënë në sprovë edhe në momente të vështira historike. Në pranverën e vitit 1999, mbi 1 milion qytetarë Kosovës u dërguan me dhunë nga shtëpitë e tyre, si pjesë e fushatës organizuar të spastrimit etnik nga regjimi i Serbisë. Familje të tëra u detyruan të largohen brenda pak orësh, duke lënë pas gjithçka që kishin dërguar. Kolonat e gjata të njerëzve që u detyruan me dhunë të kalonin kufi janë ende të presta në kujtimet e secilit që i ka parë, por edhe që i ka përjetuar. Janë të presta edhe këtu në mesin tonë, sidomos për ne që kemi qenë gjallë në atë periudhë të vështirë për popullin e Kosovës. Në ato ditë kur njerëzit dilnin nga shtëpitë pa ditur nëse do të ktheheshin ndonjëherë, kur fëmijët mbanin mend vetëm rrugën dhe frikën, dikush u hapi derën. Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi hapën dyert dhe u pruan stremin për popullin tonë. Edhe njerëzit e rëndom të shteteve fqinje u organizuan për të ofruar një pritje e cila për ne ishte krejt e natyrshme. Ndërka që edhe shtetet fqinje ngritën kamper bugjatësh në Shqipësi për të ofruar strehem. Kjo pra nuk ishte vetëm një përgjigje organizuar, por reagim i gjerë shoqëror i mbështetur në një parent të thjeshtë se njerëzit në nevojë duhet të ndihmohen. Filmi që do të shfaqet sonte me titullin Isha 10 vjeç me regji të Velibor Çović ndalet pikërisht në këtë dimension të përbërës sonë. Ai ndjek historitë e fëmijëve që mbritën në mal të zi dhe u pritën nga familje që morën një vendim të drejtë për drejtë, pa kalkulim dhe pa asnjë hezitim. Në këto histori shfaqen edhe dy nocione që kanë qenë pjesë e mënyrës sonë të jetuarit, besa për të mos haruar atë që është bërë për ty dhe nderi për të vepruar drejt kur tjetri është në nevojë. Është e rëndësishme të theksohet se këto rrëfime nuk e ndryshojnë thelbin e asaj që ka ndodhur në Kosovë. Dëbimi mbi 1 milion qytetarëve, krimet ndaj civilëve dhe shkatrimi i vendbanimeve janë pjesë e dokumentuar e një politike shtetërore. Por në të njëjtën kohë, këto histori tregojnë se edhe në një kontekst të tillë ka pasur veprime që kanë ndjekur një logjik tjetër, atë të solidaritetit dhe përgjegjësisë njerëzore. Veprim ky i cili mbajti njerëzit tanë në këmbë kur gjithçka ishte e rrëzuar. Në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës shpreh mirënjohjen time të thellë për gjithë qytetarët e Malit të Zi që hapën shtëpitë e tyre dhe ofruan mbështetje konkrete për rreth 100.000 refugjat nga Kosova. Uroj që t'u kthejmë në të mira e në gazinë. Faleminderit Elvana që na keni dhënë Filmi dokumentar i regjisorit Velibor, i cili trajton përvojat e refugjatëve nga Kosova dhe solidaritetin e Malit të Zi gjatë vitit 1999, është përblyer me çmim special në New York International Film Festival për kontribut të jashtëzakonshëm në dokumentar. Ai sjell rrëfime prekse të fëmijëve të zhvendosur dhe kujton periudhën kur Mali i Zi ka strehuar mbi 100.000 refugjat nga Kosova. Pak para hyrjes në sallë, Nzume ndali shalën për një prononcim. Krejt kjo ngjarje ka të bëjë pak edhe me jetën time personale dhe me faktin që unë në kohën e luftës isha pikrisht 9-10 vjeçare aty diku dhe kam qenë njëra nga refugjatët që është strehuar në Mal të Zi. E kujtoj me shumë nostalgji atë pjesën, sepse kam qenë shumë e vogël fëmijë, por kam kujtimet më të mira të gjithë mirëseardhjes dhe akomodimit që është bërë në atë kohë dhe ashtu siç u tha edhe gjatë fjalimeve i kemi shumë borxh të gjitha shteteve të cilët na kanë strehuar gjatë kohës së luftës në Kosovë, sidomos Malit të Zi, Shqipërisë dhe atij rajoni shqiptar. Unë uroj shumë që ky film, siç e thash gjatë fjalimit, të jetë në një reflektim për secilin prej nesh se sa e rëndësishme është historia jonë, sa shumë duhet ruhet ajo dhe natyrisht duhet kemi shumë kujdes kur flitet për të kaluarën tonë dhe duhet jetë një reflektim mbi atë se si duam të jemi si shtet në të ardhmen. Për
ndryshe, sala filloi të mbushej dhe ndiqeni disa pamje ekskluzive për të kuptuar interesimin e madh të audiencës për ta ndjekur nga afër këtë prodhim filmik aq të ndjeshëm.